shumë është e rëndësishme për ne që të na njohin të naltit e mos na njohin të poshtit. Se nena është bo sot shumë më rëndësi me qenë të njohur të banorët e tokës e kem harru që shemi të banorët e qilit. E pash një ditë një tregim të sinceritetit më la shumë për shtypje, thot në një prej luftave një prej komandantëve bashkë me musliman duke luftu me bizantinët nuk po mojnë asesi me zaptu një kala. Dhe luftimet që zhvilloheshin mesin e tyne kalonin pa sukses për muslimant, s'mojshin kur qysh shumë e madhe, shumë e fortifikume dhe shumë mirë të përgatitur për me zbrap sulmet e muslimanëve. Një natë njëri prej muslimanëve shkon i afrohet dyrëve të kalas edhe qel grop në derën e kalas. E vetën. Që ata e mësu natë për natë zhurmë dhe numër turnë të madhe të muslimanëve më pa, tash kur s'pashojnë turnë edhe ushtria e lot nuk kanë vu veshin se dikush vetën ka ardhur deri para dyrëve të kalas edhe për qel me mjetet të lehta për qel grop në derë dhe ka qel një tunel për fundi. Jo shumë të madh sa gropën sa me hini njeri kështu. Dhe të nesërmen zakonisht adeti muslimanë ka qenë mëngjezin shumë të hershëm me sulmu, të nesërmen hala që është në terë kur kanë shku muslimant me sulmu, ky që ka qel atë natën shkon pa i tregu kërkuj, futet në atë gavë, hyn i qel dyrt, hyn ushtria muslimanëve, i befason pa prit mas atane dhe donë Allah Taala e fitojnë luftën. Kur fitohet në këtë një lufta befason edhe vetë muslimat që unë do që shuqelen dyrt, subhanallah. Dhe der komandanti i ushtrisë edhe lyp edhe thot cili është ai vllau jon që ka qel derën e kalas. Le dele para neve. Këtu ne ta falenderojmë në emrin gjithë muslimanëve. Zel kërkush. Edhe ne herë vërtet zde. E shesës më do më lajmëru e len. Të nesërmen përsëri para ushtrisë del komandantin në kalin e tij, edhe fillon me zot madh përsëri me kërku. E lusim atë vlla, le dele, ta shohim, ta falenderoj. S'ka. Ditën e tretë dele dhe thot, po dojmë me shpërbly atë vlla, let na dele këtune, s'ka. Atëre thot, pash Allahin, po i thom që ati që e ka qel derën e kalas. Po du me ditë kush është, në emën të Allahit po i bëj be, let vjene sante kur të bije muzgu i natës, let vjen shatorin tem, në tendën teme, edhe let më tregoje kush është. Vesh po du të ditë cili vlla. Tash kur e bën ben, dhe në emën të Allahut kërkon që ai më ju përgjigj kërkesës ti, shkon ky muslimani natën i masku, hyn ter, edhe thot selam aleikum, kom ardh me kërkesë tonë se më ke bobi. Thot aje ti, thot ka dalë, para se me fol ti, kop 3 sende me ti tham, 3. Mos ma pyet emnin që shikon, mos më thuj qile ftyrën, edhe mos më thuj po du me të shpërbly. Qëto të rjetë. Se kom bo për më dit emni, se kom bo për më pa figura, as se kom bo për me më shpërbly ju. Shpërblimin e kom nalt, jam të e prit për ati nalt. Thot veç, a vën që të pyjtë, thot urna, a je veç ti, thot unë jem, qaj veç kom ardhë dhe një herë mos më lutë para ushtris me dalë. Atë ditë, këtë ditë lazën banorët e tokës, nuk e din kush ka qene musliman. Me po sigurisht, se akti i ti ka mbet shembull për musliman, për me tregu sinceritetin e muslimanit, se kur e punon një punë, e punon për me dit ata të naltit dhe nuk i intereson, a dojnë me më lavdru, me më sha, me më kritiku, apo kanë në mendim tjetër banorët e tokës. Allah ja Rabbi na bëft të miret hajrit për banorët e qilit. Allah u lavdroft me ne nalt. Allah na përkujtoft inshallah nalt. Allah inshallah nuk na ishlyr mirësitë tona, punët e mira. Allah ju shkrujt edhe juve në peshojnë e veprave tuaja të mira këto ditë dhe këto net, këto qaste tuaja, po ashtu ato xhallarëve të ju që i kalon edhe familjet e veta dhe janë ardhur këtu bashkë me ju. Zoti i shpërbleft iniciatorët, Zoti i shpërbleft xhallarët punëtor që kanë ardhur këtu dhe Zoti edhe juve ju nderoft, ju shpërbleft me evlat të hajrit për sabrën e treguar dhe u shtof dijen e hajrit ja Rabbi në dunjën e ahiret. Inshallah Allah na takon gjithmonë me xhdiset hajrit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.